Të dashur qytetarë, të dashur miq, edhe 6 javë na ndajnë nga 11 maj, dita e fitores të lirisë mbi Tiranin, dita e fitores të programit mbi pushtetin, dita e fitores patriotëve ndaj mercenarëve, dita e fitores të Shqipërisë që prodhon dhe eksporton ndaj asaj që vetëm importon. Pasi vodhi për 12 vjet taksat e shqiptarëve, me inceneratorët që nuk ekzistojnë dhe me rrugët që më shpejt rrëzohen se sa inaugurohen si ajo Irsekës e shumë të tjera, i mbetur pa program, se i kanë shtëruar të gjitha mashtrimet e mundshme elektorale prej 12 vitesh. Tani Edi Rama ka nisur të vjedhë edhe premtimet elektorale të opozitës, të cilat për muaj të tërë i quante të paralizueshme. I pamundur për të dalë në debate me kundërshtarët politikë, i pamundur të dalë në konferenca shtypi me gazetarët e pavarur, si detyrim ndaj qytetarëve që kërkojnë transparencë dhe llogaridhënie. Kryetari i organizatës ka zgjedhur të flasë me vetveten përmes auto-intervistave të fabrikuara. Ai ka të drejtë që i fshihet debatit, të vërtet dhe llogaridhënies. Ç'të thot ai për zgjidhjen e plot të ujit të pishëm që brenda mandatit të parë qeveritar, kur edhe sot, pas 12 vjetësh në pushtet, shumica e kryeqytetit është pa ujë, se për ujë të pishëm as që bëhet më fjalë. Po për legalizimet që do t'i zgjidhte që në mandatin e parë, ç'të thot ai pas 12 vjetësh. Po për shëndetësinë falas, e cila është 60% më e shtrenjtë për shqiptarët, ç'mund të thot? Apo për ilaçet që mungojnë tek onkologjiku. Po për arsimin që premtoi se që në mandatin e parë do të çonte buxhetin në 5% të GDP-s, ndërkohë që sot është në nivelin mjeran 2.3% pas 12 vitesh, çfarë mund të thot? Po për fëmijët që vriten në fika në oborret e shkollave në mes të Tiranës, e askush s'mban përgjegjësi, çfarë mund të thot? Vetëm për shkak të korrupsionit të tij dhe të organizatës që drejton. Shqipëria ka pas 12 vitesh nivelin më skandaloz të mbledhjes së të ardhurave deri në 28% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa Bosnia, Malizi, Serbia arrin të mbledhin nga 41 në 42.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo diferencë prej 14%-sh me mesataren e vendeve të rajonit ton është 3.3 miliard euro në vit, ose 13.2 miliard euro në 4 vite, pra në një mandat qeverisës, e cila graditet prej Edi Ramës dhe organizatës së tij në tatime, dogana dhe kudo. Me këto të ardhura, te kalohen të gjitha premtimet opozitës, por edhe ndryshon rrënjësisht situata sociale dhe ekonomike për të gjithë shqiptarët, 50% e të cilëve jetojnë sot në varfëri zyrtare. Edi Rama, duke u fshehur llogaridhënies pas 12 vjetësh për gjitha ato mundësi që i kishte në dorë, premton sot çuditërisht ato që si ka në dorë. Kush ja ka fajin Edi Ramës që edhe fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë i çoi te inceneratori që nuk ekziston dhe klientët e tij që s'merren fare me aktivitete bujqësore e elektorale. Kush i zeroi fondet europiane të IPARD-it për bujqësinë? Vetëm korrupsioni i Edi Ramës dhe klientëve të tij. Pse Shqipëria në këto 12 vite është vendi i fundit përfitues nga projektet financuara nga Bashkimi Evropian apo procesi i Berlinit me nivelin më të ulët të disbursimit dhe përfitimit? Kush e mbylli Ministrinë e Integrimit Evropian në vitin 2017 kur e mori edhe timonin edhe tepsin i vetëm Edi Rama? Të gjithë e dinë se e mbylli Shakaxhiu i integrimit Edi Rama. Kush refuzoi thirrjen dhe përpjekjen serioze të Bundestagut gjerman në qershor 2019 që Shqipëria të mos bënte zgjedhje vendore pa opozitën, sepse do të humbiste shansin për çeljen e negociatave njëkohësisht me Maqedoninë e Veriut, që kishte arritur marrëveshjen historike të Prespës. Përsëri, këtë refuzim e bëri Shakaxhiu integrimit, sepse për Edi Ramën pushteti absolut dhe korrupsioni absolut
është i vetmi prioritet, ndërsa integrimi është gjëja më e parëndësishme. Sepse projekti i tij vërtet ishte dhe ende është Ballkani i hapur, që ka rënur fermerët dhe blegtorët shqiptarë. Kush ja ka thënë Edi Ramës që në 8 vite që ai drejton i vetëm është përgjysmuar numri i gjedhëve dhe i të imtave dhe që prodhimi bujqësor është në pikjat. Kush ja ka thënë Edi Ramës që Shqipëria eksporton edhe pas 12 ditësh që ai është në pushtet vetëm 8% të prodhimit të brendshëm bruto, kur Maqedonia e Veriut Fqinje eksporton 57%. Ndërkohë, eksportet shqiptare vazhdojnë pikjatën e tyre të pandalshme për shkak të narko-euros, por edhe të klimës diskriminuese ndaj prodhuesve vendas dhe ndaj investimeve prodhuese dhe eksportuese. Ndaj shqiptarët, jam i bindur do të votojnë për programin e opozitës, që është tepër realist dhe në interes të shumicës tërmuese të shqiptarëve. Për programin e opozitës, që synon fuqizimin e ekonomisë familjare, por edhe të ekonomisë kombëtare në mënyrë të qëndrueshme dhe afatgjatë. Opozita është edhe garantja e përshpejtimit integrimit evropian, sepse ja ka dhënë të gjitha provat për këtë. Po kështu, Partia Demokratike është antare partive popullore europiane, të cilat drejtojnë Bashkimin Evropian dhe tani do të marrin dhe drejtimin e Gjermanisë. E po kështu opozita ka dhe ekspertët më të mirë për çështjet me Bashkimin Evropian, një pjesë e cilëve do të jenë edhe në kuvendin e ardhshëm. Ndaj të gjitha votat për numrin 1 në fletën e votimit. PD ASHM. Unë çdo ditë këtu në kushte ekstreme izolimi përpiqem të shkruaj 50 deri në 100 letra, sepse kuptohet edhe këtu ikin dritat her pas here, për bashkëpunëtorët, për anëtarët e Partisë Lirisë, për shokët, për miqt, për të afërmit, për të kujtuar të gjithëve se sa e rëndësishme është të mos humbasim asnjë sekond kot në këto 6 javë që kanë mbetur, që t'i njohim shqiptarët me programin ton, që është edhe shpëtimi i tyre nga shtypja, nga bullizimi dhe nga grapitja e këtij sekti të papërgjeshëm që pasi ëngri dhe grabiti taksat e shqiptarëve për 12 tani po have vetveten në mënyrën më të padestë. Dhe besoj se gjithë ju që më dëgjoni keni shumë më tepër mundësi sa unë që të lëvizni, që takoni dhe që të luftoni në këto 6 javë në mënyrë që 11 maj jetë dita historike e triumfit të lirisë mbi Tiranin.